Në zgjedhjet lokale të 12 tetorit, shumë qytetarë nuk arritën të votojnë në qendrat e tyre të zakonshme pasi Komisioni Qendror I Zgjedhjeve u androi pa njoftim paraprak. Shumë prej tyre u kthyen mbrapa të zhgënjur, ndërsa të tjerë u detyruan të shkojnë në qendra të reja. Unë jam qu prej shtratit, smut jam ardhë me votu, pa paralajmërim pa kur gjë heq. Do më thonë, emni jonë është zhduk prej listave këtu, shku në një shkollë tjetër, pa e dit na heq. Tasha është në rregull mosha e tret me ardhë këtu, unë veç mu dërzu, për shembull me thonë, le krejt se s'po votoj heq. Kjo nuk është në rregull kështu, dhe du të bardh pasoja ai që vendos, pa e njoftu cilin do nga qytetarët. Ditën e votimit, problemi u konfirmua edhe nga menaxher qendrash. Problematika po si shqetësim I votuesve ka qenë fakti se disa votues ju kanë ndru qendra e votimit dhe pa njoftim paraprak. KQZ-ja ka kontraktuar kompaninë Red Mill për informim dhe edukim të votuesve nëpërmjet mediave, por e cila e ka nisur informimin tek pas hapjes së fushatës elektorale, edhe ka transmetuar në televizione shumë më pak sekonda se sa parasheh kontrata. Bazuar në kontratën me KQZ, Red Mill obligohet që në 2 televizione nacionale, KTV dhe RTV21, të transmetojnë nga 21.000 sekonda spote edukuese dhe informuese për zgjedhjet. Por sipas një raporti jo zyrtar në RTV21, deri më 8 tetor janë transmetuar rreth 12.500 sekonda. Ky televizion nuk ofroi të dhëna për transmetimet e këtilla, ndërkaq që as 15% e kontratës nuk është përmbushur për transmetimin e videospoteve në KTV. Prej 9 ditësh, Red Mill nuk është përgjigjur pyetjeve të redaksisë lidhur me përmbushjen e kontratës. Përgjigje nuk ka kthyer as KQZ-ja. Eilir Gashi, antari I KQZ-s nga radhët e PDK-s, pranoi gjatë një interviste në emisionin 60 minuta se institucioni nuk ka ende qartësi për zbatimin e kontratës. Ne kemi një komision ad hoc që ndërtojmë sa I përket monitorimit dhe përcjelljes së kësaj çështje. Mbetet me pastaj me pa me vlerësu në qoftë se janë kryer punë të gjithashtu në bazë të specifikave. Aktualisht nuk ka një vlerësim se si ka shkruar apo jo? Jo, ne jemi proces zgjedhor dhe tashmë deri në balotazh çdo gjë është e mbyllur, ne vetëm duhet të përcjellëm dhe të monitorojmë se si po shkon rrjedha e tyre. KQZ-ja pati anuluar tenderin e rregullt për fushatën e informimit dhe edukimit të votuesve nëpërmjet mediave, me arsyetimin se të gjitha ofertat paraprake ishin të papërgjithshme. Më pas ajo kontraktoi për 104.000 euro kompaninë Red Mill përmes procedurës së negociuar. Krahas 2 televizioneve me frekuenca nacionale, në kontratë parashihet që spotet të transmetohen edhe në radio dhe televizione të tjera me shikueshmëri të lartë, përfshirë një medium lokal në gjuhën serbe. As për këto, KQZ-ja nuk ka ofruar dëshmi në lidhje me shkallën e zbatimit të kontratës.